Faleminderit miqtë mi të dashur që gjithmonë jeni me ne. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin tonë Golden Eagle. Ju tashmë e dini keni kanalin tonë zyrtar në YouTube, si dhe faqen tonë në Facebook me po të njëjtin emër Prive Klan Kosova. E tani është radha për rubrikën tonë të përjashme, e vërtet e pavërtet. Afërdita Dreshaj e dashuruar në Jakub Kendall? Jo, nuk është e vërtet. Kohë së fundit kemi parë këngëtarën në shumë portale pjesë e thashëthomeve për të dashur të ri. Mirë po, Prive pasi kontaktoj me të, rezervoj një deklaratë telefonike ekskluzive nga zonjusha Dreshaj. Me vjen shumë keq që jam pjesë e thashëthemeve përsëri në disa portale shqiptare. Ndoshta kanë harruar se cili njeri ka jetën e saj ose ti private, me miq, shoqëri, familje, shok apo njerëz të biznisit që jemi neve. Me vjen keq e theksoj sërish për ato shkrimen nga se me detyrojnë të jem tepër sekrete dhe me njerëzit e mi dhe me ata që mbojnë follow, duke cënuar deri në meset ekstreme privatësinë time. Doja ta kuptoni fjalën miqësi gjithë. Jam single dhe jo e dashuruar. Në momentin e parë që të ndodhi diçka në zemrën time, do t'ju njoftoj të gjithëve, ju premtoj, por ju lutem mjaft me shkrime idiote, dalloni miqësinë dhe dashurinë. Nëse e nxjerrni foto në rrjetet sociale, nuk kam çfarë të mohoj as çfarë të fshehi. Kështu që nëse duhet diçka më mbet sekrete, besomni nuk do e nxjerrja në Instagram dhe pastaj ta mohoja. Disa portale online dhe disa të quajtur gazetar për mua çdo herë të mbesin online. Nga që unë vazhdoj worldwide me jetën time dhe me punën time. Ju don Afërdita Dreshaj. Pas kësaj interviste telefonike, ne kuptuam edhe një tjetër ekskluzivitet të këngëtarës Dreshaj. Afërdita së fundmi nënshkroi një kontratë pune me Agon TV në Shqipëri. Modelja nga janari do të fillojë emisionin e saj në këtë televizion për krah Adi Krastës dhe disa personazheve të tjerë. Ky emision do të zgjasë rreth 5 deri në 6 muaj dhe do të jetë argëtues. Gjithsesi, Prive në muajin dhjetor do të sjellë një storie të gjerë rreth të bëmave të fundit në jetën e këngëtarës. Saranda Gubetini Ali, një serial gjerman? Kjo është plotësisht e vërtet. Definitivisht shqiptarët kanë pushtuar botën me talentet e tyre, edhe një vajzë shqiptare me suksese të reja. Është fjala për bukuroshën nga Vushtria Saranda Gubetini Ali, e cila jeton në München të Gjermanisë. Saranda qysh nga mosha 13 vjeçare filloi karrierën si modele, madje ajo u bë pjesë e disa sfilatave të modës në Gjermani. Por pasi u martua, Saranda ndërpreu të gjitha punët me karrierën dhe filloi të jetojë jetën me burrin e 2 fëmijët, duke qenë gjithmonë afër tyre. Ajo vlerësoi shumë më shumë fëmijët dhe familjen se sa karrierën. Por pasi fëmijët janë rritur, Saranda filloi një karrierë të re shumë interesante si aktore, ndërsa tani ajo është pjesë e një seriali gjerman, i cili transmetohet në televizionin e famshëm gjerman Sat 1. Elvana bashkëpunim me Kejos. Kjo është plotësisht e vërtet. Bashkëpunim pas bashkëpunimi, erdhi radha të fillojnë edhe xhirimet e videoklipit më të ri nëmes Elvana Gjata dhe Kejos, i cili do ta ketë vetëm një skenë. Shumë shpejt, Elvana do të sjellë këngën dhe klipin më të ri, për të cilin edhe kësaj radhe ka bashkëpunuar me reperët kosovar. E përveç Kejos, nga Kosova shkoi edhe parukjeri Kaci për t'i rregulluar flokët Elvanës. E për tekstin, këngën dhe klipin është përkujdesur Flori dhe 3 Dots.